Bismillahirrahmanirrahim. Javës që shkoi, thamë që do përpiqemi që historinë e Isras dhe Mirajit do ta mbajmë në dy seanca, domethënë në dy mësime. Një për arsyen se është më mirë që t'i marrim gjanat me qetësi, dhe e dyta, duke qenë se Israja është një gjë dhe Miraji është një gjë tjetër. Javës që shkoi e lam deri tek ajo që e quajtëm përfundimi i Isras, në kuptimin që këto ndahen edhe në mënyrën se si më pas profeti sallallahu alaihi wasallam e delegoi atë që përjetoi për sigjalli dhe zgjuar tek banorët e Mekës, dhe thamë gjë që do ta përsërisim edhe në fund të këtij mësimi sot, që rreth Isras ai I informoi të gjithë banorët e qytetit, përfshirë dhe jo besimtarët, ndërsa rreth Mirajit nuk ju tha mohuzve, por ata e kanë marrë vesh më pas, por informacione për këtë nuk kemi. Pra nuk dim, apo unë nuk di, këtë vazhdimisht e them dhe e theksoj, se ka ndodhur ndonjë gjë në jetën e profetit sallallahu alaihi wasallam pas kësaj ngjarje që Mekasit ta kenë kundërshtu, apo ta kenë tall, apo t'i kenë përmend diçka lidhur me të dhënat që ai ka dhënë rreth Mirajit. Dhe po e fillojmë kështu, domethënë, kjo mund të ketë ndodhur për dy arsye. E para është kjo, dhe e tham javës që shkoi, lencin e kemi çelës në të dy krahat, kështu që arsyeja e parë është që me shumë gjasa të gjitha hadithet dhe historitë dhe të dhënat dhe urtësitë rreth Mirajit janë treguar kryesisht në periudhën e Medinës. Pra kanë qenë muslimanët në Medinë pas hijretit, me përjashtim, dhe këtë e kemi të dhënë të identifikuar me hadithe dhe me transmetim të saktë, me përjashtim të namazit, që profeti sallallahu alaihi wasallam me ndihmën dhe me delegimin e Xhibrilit ju ka mësuar dhe ju ka tregu dhe ju ka përcjell muslimanëve të nesërmen e kësaj ndodhie, pra në të gdhir dhe në mesditë. Kjo është arsyeja e parë, dhe arsyeja e dytë është, dhe gjej mundësinë ta përsëris gjithmonë këtë, duhet kemi parasysh gjithmonë dy pika kur flasim për sirën. Jo çdo gjë që tregohet është e vetmja që ka ndodhur në jetën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra gjërat që atij I kanë ndodhur janë shumë më tepër se sa ajo që është rujt dhe se sa ajo që ne dim. Nga ana tjetër, nuk ka asnjë gjë që nuk është rujt, që është mangët në diturinë që kemi ne rreth tij, që do të thotë, e thënë ndryshe, gjithçka që ne kemi është e mjaftueshme për të qenë burim I dytë dhe përfundimtar I gjithë fesë, që do të thotë çfarë ka rujt Allahu me urtësinë e tij në mënyrë domethënë besnike dhe të sinqertë përmes sahabëve nga I dërguar I tij, është e mjaftueshme për të qenë burim fetar, burim pra në kuptimin juridik të fjalës, burim frymëzimi, burim burrërie dhe mbi të gjitha shembull jetik në mënyrën absolute të fjalës. Të gjitha çfarë mungojmë, prandaj dhe e thash atë para 2 apo 3 javësh me një fjalë, kur themi në thonjza për fat keq, ndoshta është me vend me një fjalë që ta tërheqim këtë, nuk themi për fat keq se nuk kemi në një detaj më tepër, por gjithmonë kur kam thënë këtë, kam ndjek logjikën e profetit sallallahu alaihi wasallam që thotë tek hadithi I Buhariut që sikur Hidrit kishte sikur Musai të kishte qenë pak më I duruar me Hidrin, ne do të mësonim akoma dhe më tepër urtësi. Çfarë do të thotë kjo? Që profeti aludon që surja Kef apo historia e Hidrit është e mangët, kurse si jo. Por në logjikën që aq më shumë të dhëna, aq më shumë informacion, aq më shumë urtësi, aq më shumë dobi kanë besimtarët, dhe sidomos ne që jetojmë larg gjurmëve të profecisë, dhe çdo hadith dhe çdo histori nga jeta e profetit praktikisht duhet ta konceptojmë si një thesar të mirëfillt, sidomos në epokën tonë që jemi të mbytur
edhe të mbingop nga informacioni djegës që na duhet sot edhe nesër del tepër, sepse ka nesër informacion tjetër djegës edhe pastaj pas nesër na duhet i tjetër etj. Në këtë, domethënë, baticë edhe zbaticë që na përplas me informacion edhe kryesisht me imazhe edhe me gjëra në mos të dëmshme, pa nevojshme, ajetet kuranore dhe hadithet profetike janë si xhevahir dhe perla, të cilat duhet që ti le të themi konstatojmë jo vetëm si të rëndësishëm dhe themelor sa i përket marrëdhënies ritualistike dhe ibadetit që duhet kemi ndaj Allahut, por mbi gjitha edhe si një lloj shëndeti intelektual dhe mendor, duke pa gjithë këtë lloj, domethënë, qelbsin haneje apo nuk e di çfarë të them në një fjalë tjetër me një fjalë, që sidomos ne që dim nga 2-3 gjuhë huaja me një fjalë, se mi kërkojnë ndjes, nuk e thash kështu për me mburr veten, po ta kam fjalën, nëse di 2 apo 3 gjuhë huaja në internet praktikisht mbi ngopesh nga informacioni i tepërt. Dhe Israja dhe Miraxhi është një guack, një lloj domethënë ene në jetën e profetit sallallahu alaihi wasallam, që ne thamë se është bërë një klishe në autorët e sirës, që të thuhet se ishte një dhuratë e posaçme e Allahut ndaj tij pas 3 provave që i ranë, që ishin 2 vdekjet e 2 personave, Ebu Talibit dhe Hatixhes, dhe sprova e Taifit, por siç e tham, e përmend shkurtimisht, duke qenë se sot kemi mjaftueshëm kohë për ta mbyllë këtë, për arsyeën se nuk ka shumë të dhëna në kuptimin e një historicizmi rreth kësaj ndodhie, duke qenë se është një gjë që praktikisht për logjikën historiciste dhe historike të sirës është një gjë që ndodh jashtë kohës dhe hapësirës, që do të thotë në historinë dhe hapësirën e njeriut, ajo ka ndodhur në një moment të caktuar, në një vend të caktuar, në një gjeografi të caktuar, në një natë të caktuar, për një person që ka qenë gjallë dhe që ka qenë i zgjuar dhe që ka qenë i vetëdijshëm. Kjo është e vërtet, por është një gjë që për personin, pra për profetin sallallahu alaihi wasallam, ishte diçka që i tejkalonte dimensionet e tij, dhe kur kalohet dimensionet e një profeti, aq më tepër për ne që është një përvojë e huaj, edhe një përvojë në kufit e së çuditshmes, por siç do ta them pastaj me fjalë që testi edhe zemra edhe natyra, domethënë prej njeriu të bindur e besimtarit kalohet edhe përmes kësaj, sepse siç do ta themi, kjo në mesin e sahabëve, në mesin e muslimanëve nuk shkaktoi edhe pak fitne, domethënë siç do ta themi pak më pas. Që do të thotë ne tham që kemi 3 apo 4 probleme lidhur me Isra'n dhe Miraxhin, dhe njëra para gjithash është koha. Dhe shkurtimisht po them, është standard që në të gjithë librat e sirës përmendet pas këtyre 3 ndodhive, edhe pse siç e thash, Ibn Hishami e përmend përpara këtyre, por nuk tregon një datë, dhe është shumë, domethënë janë të pakta ngjarjet në sirën mekase kur kemi një datë, kur kemi një vit, kur kemi një aq më pak, kur kemi një muaj me fjalë. Kurse ajo që është le të themi problematike dhe që nuk ke se çfarë bën me këtë, është ngjarja e sa ashtu quajturës vargjeve satanike dhe kisatul garanik me fjalë, që në surën Nejm, e cila flitet për këtë dhe që e kemi sqaruar në mënyrë shtëruese, surja Nejm në ajetet 19 dhe 20 që flet për ilahet e kureshëve me fjalë dhe për ngjarjen që ata dëgjuan nga shejtani se shefaja, domethënë ndërmjetësimi i Latit, Uzës dhe Menatës, se këto janë në gjinin femërore në gjuhën arabe, nuk e di pse kanë hyrë në shqip kështu në gjuhën mashkullore, po si rregull ato janë Lata, janë Menata dhe Uza, nuk janë Uzi, Menati dhe Lati, domethënë. Kur dëgjuan që këta, domethënë, ndërmjetësimi i tyre do të pranohet, atëherë kureshët ranë në sejdë, sepse thanë për aq kohë sa hiqet kjo pengesë atëherë midis muslimanëve dhe asaj që thot profeti i tyre dhe nesh, tashmë nuk ka asnjë kontradikt, sepse gjithmonë ata nuk e kishin mohuar asnjëherë, le të themi, statusin që Allahu meritonte si Zoti suprem krijues. Por tham, në ajetet përpara dhe që i lexuam
javës që shkoi, përpara këtyre dy ajeteve, nga ajeti praktikisht nga fillimi i parë, pra nga fillimi i surës, nga ajeti i parë deri tek ajeti 15-16, flitet për Miraxhin, që do të thotë për Isran, flitet në ajetin e parë të surës Isra dhe pastaj në 2 apo 3 faqet e para nuk flitet më fare për të, as në vazhdim të surës, por flitet për Beni Israilët kryesisht, kurse për Miraxhin flitet më tepër, flitet sigurisht edhe diku tjetër kur përmendet që profeti e pa në horizontin e qartë Xhibrilin dhe pastaj do të themi edhe një thënie të Aishës radhiyallahu anha se për çfarë bëhet fjalë në të dy rastet kur përmendet ai, pra në përemrin, domethënë dëftor dhe pa u tregu drejt për drejti me emër. Në surën Nejm përshkruhet Miraxhi se çfarë ndodhi dhe kur Allahu i tregon disa nga shenjat e tij të mëdha. Tani për aq kohë sa Miraxhi përshkruhet në surën Nejm dhe ne dim shumë mirë që surja Nejm ishte shpallur, pra fillimi i surës Nejm, se më pas mund të jetë shpallur më pas, por deri në këtë moment edhe unë e pash këtë me kujdes me i fjalë, edhe Imam Suyuti ka një libër që flet për Esbabul Nuzul, për shkaqet e zbritjes të ajeteve dhe sureve për të cilat kemi dieni se ka shkak. Ai thotë që fillimi i surës Nejm është sigurisht një sure mekase, por është përpara domethënë kthimit të muslimanëve nga Abisinia, për arsyeën se pasi dëgjuan surën Nejm dhe pasi dëgjuan zallamahin që u shkaktoi sejdja e Kurejshëve jo besimtar, ata u kthyen nga Abisinia. Kjo është e vërtetë dhe dietarët me këtë nuk kanë çfarë të bëjnë. Domethënë nuk mundet që surja Nejm të jetë pra fillimi i saj deri në ajetin 20 të jetë shpallur në vitin e 10 të profecisë, që do të thotë që i bie që duhet i binte të përkonte me atë që konsiderohet standarde si viti i ndodhjes së ngjarjes së Miraxhit, pra të Isras dhe Miraxhit, por këtë e kundërshton një gjë tjetër, domethënë që Aisha radhiyallahu anha thotë që Hatixha radhiyallahu anha kishte ndruar jetë përpara se sa namazi të bëhej detyrë, dhe ne dim që namazi është bërë detyrë pikërisht në natën e Isras dhe Miraxhit, kurse përpara kësaj nate profetit i ishte mësuar nga Xhibrili që të falej, ishte mësuar abdesi dhe namazi, por gjithmonë namazi kishte qenë një namaz vullnetar, jo i detyrueshëm, dhe kishte qenë gjithmonë 2 rekate, siç tregohet që ka qenë traditë dhe praktike dhe sunet i fortë i gjithë të dërguarve të Allahut në kohë. Pra, ky është problemi i parë që tham. Problemi i dytë është ose më saktë të vazhdojmë le të themi me ngjarjen kronologjike dhe pastaj do flasim për problemin e dytë. Dhe javës që shkoi, domethënë ne lam tek momenti i përfundimit të Isras dhe tham që Israja është marrja, siç e përshkruan Allahu në ajetin e parë të surës Isra, domethënë që ne e morëm robin ton, me fjalë, ai e mori robin e tij i lartmadhëruar qoftë ai që e mori robin e tij nga xhamia e Mesxhidul nga Mesxhidul Haram në Mesxhidul Aqsa. Tani ka raportime, ka transmetime 3 që ose ka qenë në shtëpitë vet, dhe në momentin që flasim në shtëpitë vet ka qenë në shtëpinë që i kishte lënë Hatixha, nëse ajo kishte ndruar jetë, ose nëse nuk kishte ndruar jetë, ka qenë në shtëpinë e vet, ose ka qenë tek shtëpia e Umuhanit, dhe Umuhani ka qenë një e afërt e Ebu Talibit, dhe atë profeti sallallahu alaihi wasallam e ka pas domethënë pra njëri gjak të vetin. Dhe pastaj transmetimi i tretë është që është marrë nga Hatimi, që është ajo gjysmë rrethorja në brenda Qabes. Ibn Hishami dhe autor tjerë thonë, edhe Taberiu thonë që kjo pajtohet kështu, që në fillim mund të jetë frymzuar që të ketë shkuar nga secila nga shtëpitë ku mund të ketë qenë deri në Hatim, dhe pastaj nga Hatimi ka shkuar në Mesxhidul Aqsa, dhe tham pa e përsërit me fjalë që udhëtoi me burakun, cilësitë e tij i tham, dhe çdo gjë tjetër përveç cilësive që tham është trillim dhe është domethënë e shtuar në kuptimin folklorik edhe legjendar të fjalës ndërshekuj.
nga domethënë histori tregues edhe njerëz që va ka ënda që ngjarje të tilla ti shndrojnë si më thon histori popullore për të marrë vëmendje dhe në përfundim të mësimit të shkuar tham që aty ju paraqitën 3 enë, në fillim i është paraqitur në versionin më të saktë, i është paraqitur një enë me mjalt dhe ka ngrënë pak nga ajo dhe simbolika që autorët ndryshëm dhe kronikantë sirës edhe dietarë në përgjithësi kanë bërë është që janë të mirat e kësaj dynjaje, të cilat ne duhet i marrim me karar në kuptimin që nëse jepesh shumë prej saj, mund të pra rreth në kuptimin nëse jepesh shumë rreth ndaj të mirave të dynjas mund të humbësh busullën, edhe neve këtë e dimi fjalë që është e vërtetë, Allahu na ruaj. Pastaj Xhibrili i thotë që këto janë 2 enë, njëra është me qumër dhe tjetra është me verë, me hamër, domethënë me alkool, po verë mendohet se ka qenë. Dhe i thotë zgjidh për veten dhe për umetin tënd, dhe dim që profeti sallallahu alaihi wasallam ka zgjedhur qumshtin dhe në një kohë kur, siç e thash, në Mekë muslimanët ende pinin alkool sepse ende nuk ishte ndaluar gjë që ka ardhur në Medinë, por siç e thash gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam nuk ka pi asnjëherë alkool, që do thotë është prej fitrës së profetëve dhe njerëzve të nderuar të Zotit dhe të përzgjedhurve të Tij që nuk kanë pi ndonjëherë alkool, në shenjë devocioni ndaj krijuesit. Dhe në momentin kur ndodh kjo, atëherë ndodh i ashtu quajturi namaz dhe ka 2 mendime. Në fillim profeti sallallahu alaihi wasallam në Beitul Maqdis apo në Beitul Muqaddas fillon të falet, por atje nuk ka pasur një strukturë. Shumë muslimanë mendojnë që ka shkuar në xhamin Aksa, siç e tham me ergysin që parë me fjalë, nuk ka pas xhamia Aksa dhe ajo ashtu quajtura Kubeja e gurt është e periudhës së Rashidunëve dhe pastaj e Beni Umejeve e Meditëve dhe e dinastisë Umejade, por atëherë ka qenë sheshi i madh i qytetit i Kudsit i Jeruzalemit, ku ka pas qenë domethënë tempulli i Sulejmanit alayhis salam, ka qenë vend i shenjtë ku e kanë adhuruar Allahun profet përpara të dërguarit të Tij sallallahu alaihi wasallam, dhe në një transmetim ai fillon të falet 2 rekate dhe pasi e mbaron namazin pra pas tij, pas shpinës së tij, gjenden të gjithë të dërguarit, të gjithë enbijat, të gjithë murselinët, të gjithë rusulët që i kishte dërguar ndonjëherë Allahu. Në momentin që themi këtë, e thash, jemi të dënuar të kuptojmë dhe të besojmë anën literale të këtyre rrëfimeve bazuar tek premisa paraprake dhe e panegociueshme, që gjithçka që vjen nga profeti e para është e vërtetë, dhe e dyta, gjithçka që vjen nga profeti në këtë logjik, në këtë dimension, atëherë ne nuk kemi se çfarë bëjmë tjetër përveç se ta marrim literalisht dhe ta lëmë ashtu, sepse edhe po të fillojmë edhe të vrasim mendjen qysh ka ndodhur kjo, sepse praktikisht Taberiu thotë që atje duhet të kenë qenë të 124.000 profetët që Allahu ka dërguar në popull të ndryshëm, nga 2, nga 3, nga 4 dhe në epoka të ndryshme dhe në njerëz të ndryshëm, dhe gjithashtu duhet të kenë qenë të pranishëm sipas mënyrës le të themi gjithëpërfshirëse se si përshkruhet që kanë qenë prapa atij, që të gjithë këta duhet të kenë qenë të 308 apo 309 apo 310 rusulët dhe të gjithë, domethënë murselinët dhe të gjithë njerëzit që Allahu ka frymzuar në këtë botë, duke ju dhënë atyre domethënë nga wahi, nga shpallja apo nga fletushkat apo nga librat apo nga urtësitë e tij. Dhe ky është një transmetim, kurse në një transmetim tjetër thuhet që pasi e ka mbaruar namazin e tij, ka filluar që të thirret ikameti, nuk tregohet se nga kush, sigurisht, dhe i është thënë që ti je i dërguari i të dërguarve, që do të thotë je më zotnia i gjithëve këtyre bashk, dhe sigurisht që ti je më meritori për të qenë imami i tyre, dhe pastaj thot unë fillova të falesha dhe ata u falën pas meje. Dhe kjo është ngjarja që transmetohet dhe që le të themi mund të jetë përfundimi i asaj që mund ta shndrojmë në diçka kronologjike, që do të thotë kemi siguri të plotë që Israja ka ndodhur përpara Miraxhit, sepse nuk ka logjik që të ketë ndodhur e kundërta. Por nga ky moment që flasim deri kur profeti sallallahu alaihi wasallam zbret poshtë, nuk dim
ndonjë, le të themi, nuk kemi argumente dhe nuk kemi të dhëna kronologjike se kjo gjë ka ndodhur përpara kësaj apo kjo gjë ka ndodhur pas kësaj, për dy arsye. E para janë të gjitha ndodhi jashtë kohë dhe hapësire për të kuptuarit dhe për të perceptuarit tonë me fjalë. Dhe e dyta, siç e thash, këto janë hadithe dhe këto janë, domethënë, thënie dhe këto janë fjalë dhe këto janë lajme nga gajbi, sepse kryesisht janë të gjitha gajb me përjashtim të namazit me fjalë apo dy ajeteve të fundit surës Bekare apo premtimit të Allahut, sipas një hadithi të Abdullah ibn Abbasit, po edhe të tjerëve, që profeti sallallahu alaihi wasallam erdhi me 3 gjëra nga Isra dhe Miraxhi tek ne, që ishin 5 kohët e namazit, që do t'i përshkruaj pak më pas, që ishin 2 ajetet e fundit të surës Bekare, për të cilat ka hadithe të shumta edhe domethënë vlerësuese për vlerën e tyre, dhe me premtimin e madh që kush vdes duke besuar me sinqeritet që nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë veç Allahut dhe nuk i përshkruan atij shok, Allahu do ta fali dhe do ta fusi në xhenet pavarësisht mangësive që ai ka në punën dhe në ibadetin e vet. Por me përjashtim të këtyre gjërave, të gjitha apo që të jemi të sigurt, pothuajse të gjitha hadithet e tjera që flasin për këtë janë në cilësinë e gajbit, janë përshkrime të xhenetit, janë përshkrime të xhehenemit, janë përshkrime të shpërblimeve apo të ndëshkimeve të njerëzve të ndryshëm, dhe nuk mundesh dot që t'i fuzësh në një kronologji për arsyen se këto janë të gjitha në termat tona një vegim i vërtet në gjendje të zgjuar që i ka ndodhur profetit, dhe ne nuk mundemi dot që t'i lokalizojmë në një kronologji. Në këtë kuptim, pra është e kot thush që në fillim të natës ndodhi kjo apo më pas ndodhi ajo, sepse aty nuk ka më natë, është domethënë i gjë që shkon përtej kohës dhe hapësirës. Në këtë kuptim, në momentin kur profeti sallallahu alaihi wasallam lidh burakun dhe ndahet me të dërguarit, pasi bën një bisedë, siç e thash, me Isain alayhis salam, me Muson alayhis salam dhe me Ibrahimin alayhis salam, ai fillon me Xhibrilin që të ngjitet drejt qiejve. Është një hadith edhe tek Buhariu, me sa kujtoj, po edhe tek librat e tjera, edhe ke Musnedi Imam Ahmedit, është i saktë me fjalë dhe është i gjatë, ku përshkruhet dialogu i vazhdueshëm i Xhibrilit me melekun e çdo porte. Është një njëjti dialog. Në fillim ata shkojnë tek qielli i parë, këtu edhe një sqarim, kur themi 7 qiejt dhe pastaj xhenetet, siç e thot Allahu në Kur'an që qiellin e kësaj dynjaje e kemi zbukuruar me lampa, domethënë me masabiha, me hyje, dhe pastaj tregon edhe urtësitë që ato kanë edhe për zbukurim, edhe për goditjen e shejtanëve, kur marrin informacion nga komunikimi që Allahu ka me lajket. Kur themi univers në kuptimin le të themi astronomik të fjalës, dietarët kanë thënë që gjithçka që ne quajmë univers apo gjithësi apo krijimi i Zotit, kjo është brenda qiellit parë, që do të thotë galaktika, sisteme diellore, nuk po i hyj asaj tani, që janë me miliona, me miliarda, kështu thonë dhe kështu po them dhe unë, se ne skemi si e verifikojmë këtë, jo se nuk e besoj me fjalë, por që krijimi i Zotit është vërtet i pambarimt për përfytyrimin ton. Dhe Xhibrili alayhis salam bën një komunikim me secilin prej engjëve dhe thuhet që pasi shkëmbejnë selamin dhe përshëndetjen e nderuame, meleku i thot kush je ti dhe me kë je. Dhe gjithmonë kur Xhibrili alayhis salam thotë që jam me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, ata e pyesin a i ka ardhur atij profecia, që do të thotë nga ky detaj tregohet që ata e dinë që pritej që atij t'i shkojë profecia, dhe kur Xhibrili alayhis salam i thot po, dhe ai është thirrur nga Allahu i lartë madhëruar për të shkuar lart tek ai, ata i hapin dyert e qiejve, domethënë, dhe kemi 7 qiej dhe kemi 8 profet që profeti alayhis salam shikon. Në qiellin e parë shef Ademin alayhis salam, dhe tregohet aty, ka disa, unë tani po bëj një rezume, domethënë, Ademi përshkruhet si një njeri i gjatë, një njeri i fortë dhe një njeri vërtet i bukur. Mos e ngatroj me Jusufin alayhis salam, që thuhet se ka një hadith, domethënë, jo thuhet, po është i vërtet që atij ishte dhënë gjysma e bukurisë
të bijve të Ademit, por Ademi përshkruhet si një njeri i freskët, sikur ishte i gjallë, domethënë, sigurisht që ato janë në kuptimin e një vegimi dhe profetit i është dhënë diçka që ne nuk mund ta shohim, por sigurisht të gjitha profetë janë të vdekur me përjashtim të Isait alayhis salam, pa hyrë në hollësi tjera teologjike me fjalë. Dhe në qiellin e parë profeti sallallahu alaihi wasallam përshkruan që në të majt dhe në të djathtë të Ademit alayhis salam gjendeshin njerëz të ndryshëm, njëri krah në të majt të tij ishin banorët e zjarrit dhe zhaurinët e xhehenemi dhe në të djathtë të tij ishin banorët e xhenetit dhe ka disa komunikime që unë nuk po zgjatem për arsyen se e thash edhe javës që shkoi që nëse do të merrnim çdo hadith që ta qëmtonin edhe për mua do të ishte e mundimshme për arsyen se duhet bëjë një punë shtëruese me të gjithë librat e hadithit që unë se bëj dot as për i vit jo më për javë, që të gjeje të gjitha transmetimet e mundshme për Isran dhe Mirajin, veçanërisht ka një vështirësi që shumë hadithe që qarkullojnë, siç e thash, janë të pavërteta për arsyen se janë shtuar për aq kohë sa është një gjë që domethënë mundet që të shtohet lehtësisht ose më saktë ta them kollaj, për aq kohë sa është një gjë që për perceptimin ton është surreale dhe e papërfytyrueshme, por neve thjesht besojmë për arsyen se e ka transmetuar Buhariu apo Muslimi, por po të kishte një detaj tjetër po aq të pabesueshëm në thonjza dhe në plan të parë ne gjithashtu ta besonim, atëherë kjo ka qenë shumë, le të themi, kërshërindjellse për njerëz të cilët kanë dashur ta bëjnë lodër fenë e Zotit dhe kanë shtuar aty detaje dhe gjëra të tjera, siç është për shembull që të gjitha gravurat dhe portretet dhe portretizimet e fluturimit, fluturimit të profetit sallallahu alaihi wasallam drejt qiellit, drejt Jeruzalemit në fillim dhe pastaj drejt qiellit, buraku është gjithmonë me flatra, ndërkohë që nuk ka asnjë transmetim që buraku ka flatra. Profeti e përshkruan, siç e thash, në mënyrë drejt për drejt se çysh ishte ai, sa i madh ishte, kujt i ngjante, sa e kishte hapin, por nuk përshkruan flatra, që do të thotë për aq kohë sa nuk ka, edhe kjo është një shtesë. Dhe hadithe të tjera janë shtesë, që do të thotë është e tepërt, është ose më saktë për natyrën historiciste që ka mënyra e ligjërimit dhe konceptimit të sirës, që po mundohemi të bëjmë, këto janë të tepërta, të ndalojmë rast pas rasti dhe unë thjesht po i them për të pasur një ide të qartë që në secilin prej qeve dhe në rastin e parë, siç tham, në momentin që flasim tek Ademi alayhis salam, bëhet fjalë për një përshkrim të përgjithshëm të banorëve të xhehenemit dhe të banorëve të xhenetit dhe profeti sallallahu alaihi wasallam pasi e pyet Ademin alayhis salam se pse kanë përfunduar kështu, ai sigurisht që i përshkruan që këta janë ata të cilët ose nuk e besuan Zotin e tyre ose mbi të gjitha i shoqëruan atij shok. Ktu ka një detaj që kur thuhet që për shumicën e banorëve të xhehenemit janë ata të cilët i përshkruan Zotit shok në adhurim, do të thotë që shoqëritë në të gjitha epokat dhe në të gjitha shoqëritë, domethënë në të gjithë miletet dhe në të gjitha gjinset edhe llojet e insanit edhe njeriut kanë qenë shoqëri thellësisht fetare. Por fakti që raporti i njerëzve të shpëtuar nga njerëzit e dënuar është pambarimisht në dëm të humburve, kuptojmë që shoqëritë edhe pse kanë qenë thellësisht fetare, kanë qenë për fat keq thellësisht të devijuar dhe e kanë besuar Zotin, por e kanë besuar keq. Që do të thotë i ashtu quajturi ateizëm apo mohimi i gjithçkaje hyjnore apo i providencës apo i agjencie për te kozmosit ton, po përdor terma të ndryshëm të epokës son apo të dy shekujve të fundit për atë që ne e quajmë, domethënë ilah apo Zot apo Allah apo domethënë fuqi e jashtëzakonshme që vjen nga një krijues, nuk e kanë mohu shoqëritë këte, por bashkë me të apo krahas tij kanë besuar dhe gjëra të tjera të cilat e kanë shkatërruar atë që quhet ubudie dhe atë që quhet marrëdhënie, atë që quhet uluhia, atë që quhet marrëdhënie e drejtë për drejtë dhe e saktë me Allahun. Në këtë kuptim, pasi mbaron me Ademin alayhis salam bisedën, sepse ka një dialog të gjatë praktikisht ku profeti flet me të dhe Xhibrili në të gjitha rastet vihet re kjo në të gjitha, pothuajse në të gjitha hadithet e Mirajit, vjet re që profeti alayhis salam e pyet vazhdimisht Xhibrilin, po kjo çfarë është? Po kjo çfarë është? Dhe Xhibrili është ai që
ja sqaron që të gjitha me radhë. Pastaj në bisedën e dytë, në qiellin e dytë, pasi ndodh e njëjta bisedë me melekun përkatës së dyrëve të qiellit të dytë, tregohet që duken Jahja ibn Zekeria dhe Isai bintul Merjem, që do të thotë ishin dy vëllezër tezeje, domthonë kanë qenë djem tezeje, kanë qenë dy profet, me fjalë Isai dhe Jahja, dhe siç e thash, për Isain alayhis salam, profeti sallallahu alaihi wasallam tregon që i ngjante Urwa ibn Mas'udit, dhe siç e thash, prova, edhe pse nuk është, domethënë nuk merret për kapital me fjalë, por fakti që e përshkruan me Urwa ibn Mas'udin, ose kjo ka ndodhur, pra ky rrëfim, ose ka ndodhur pasi Urwa u bë besimtar dhe ra shahid me i herë në betejën e Hunenit ke populli vet, dhe tashmë ishte i njohur për sahabët, dhe kjo ka ndodhur në vitin e 8 të Hijrit, ose Urwa ibn Mas'ud ishte njëri nga 3 prisit e Thekafëve, ku profeti sallallahu alaihi wasallam shkoi në Taif dhe ka qenë një njeri fisnik, edhe një njeri i madh, që e njihnin Mekasit, dhe kur ja u tregoi atyre sahabëve, ata e njihnin atë edhe si jo besimtar, por si një njeri le të themi të rëndësishëm të qytetit përballë, dhe të dyja janë domethënë nuk ka argument se kur mund ta ketë tregu këtë, por siç e thash, të gjitha hadithet që do të flasim sot dhe që flasim për Miraxhin nuk ja u ka tregu Kureshëve, nuk ja u ka tregu jo besimtarëve, por ja u ka tregu besimtarëve. Një pjesë nuk përjashtohet ja u ketë treguar edhe në Mekë, por një pjesë dihet nga sfondi dhe nga hyrja dhe nga le të themi toponimia apo infrastruktura hyrëse e haditheve dhe rrëfimeve që kanë qenë në Medinë, për arsye se flasin për shembull ka hadithe që thonë që ishim tek Bakia al-Gharqad, që Bakia al-Gharqad është varreza në Medinë, apo që ishim në xhami me profetin dhe ai na tregoi këtë, na tregoi atë, që do të thotë xhamis kishte në Mekë. Pra në këtë kuptim, të gjitha ato që flasin për Miraxhin janë tregime që profeti sallallahu alaihi wasallam ja u ka thënë sahabëve dhe jo Kureshëve. Kjo është e rëndësishme. Në qiellin e tretë shef Jusufin alayhis salam, dhe Jusufi alayhis salam, ajo që lexova ishte që transmetohej se atij ishte dhënë bukuria e gjysmës së bijve të Ademit. Në qiellin e katërt shikohet Idrisi, që Allahu e përshkruan që ne atë e kemi vendosur në një vend të lartë, në kuptimin fisnik të fjalës, dhe këtu është një problem, sepse kuptimi i parë është që vërtet ne e kemi vendosur në një vend të lartë në kuptimin e vlerës, sepse ka qenë një profet, në kuptimin e veprave, sepse ka qenë një vepër mirë, në kuptimin e mesazhit që ka dërguar popullit vet, sepse ka qenë Idrisi ka qenë ndër profetët më të hershëm në hierarkinë e profetëve të përmendur në Kur'an, domethënë, por ka dhe një kuptim që duke qenë se është në qiellin e katërt, dhe nga 7 qiell në qiellin e katërt do të thotë vërtet që është lart, mund të jetë edhe një kuptim i dytë literal që i kemi vendosur atij një vend të lartë, mi fjalë e kemi ngritur në një vend të lartë, mund të jetë edhe ky kuptim. Dhe marr nga ky interpretim lexova që ka dietar dhe kanë thënë me një fjalë që ndoshta është edhe vlera e këtyre, edhe ky është gabim, po do ta them, është ndoshta kjo tregon edhe vlerën e këtyre profetëve në varësi të domethënë të numrit rëndor të qiellit kur ata gjendeshin kur profeti sallallahu alaihi wasallam i pa, por gjithashtu dietar tjerë kanë thënë që kjo nuk është e saktë, për arsye se vërtet që Ibrahimi dhe Musa janë në qiellin e 6 dhe në qiellin e 7 që janë domethënë ulul azm, domethënë ato profetët e përzgjedhur dhe vullnet fort, siç mund ta përkthejmë, por është Isa alayhis salam në qiellin e dytë, që do të thotë Jusufi dhe Idrisi nuk janë në vlerën e tij, ai është pjesë e peshës me një fjalë bashkë me vetë profetin ton sallallahu alaihi wasallam para zgjidhash, dhe kjo nuk, pra hierarkia e viteve, më falni, hierarkia e qejve nuk është vlerë, nuk është provë, nuk është le të themi e barazvlefshme me hierarkinë e tyre në sytë Allahut. Pastaj është Haruni, i cili përshkruhet si një njeri orator dhe i madh, dhe Allahu dhe profeti sallallahu alaihi wasallam e tregon se ishte me një mjekër të gjatë deri tek gjoksi i tij, dhe ishte gjysma e saj e zezë dhe gjysma e saj e bardhë, dhe pash që ishte një grup i madh njerëzish të cilët e pasonin dhe e dëgjonin atë, dhe pasi u afrova afër, kuptova që ai po ju tregonte atyre
ndodhi dhe histori të domethënë me vlerë nga urtësitë e Allahut të lartmadhëruar. Dhe se e harrova që gjithë të dërguar i kanë dhënë selam i pari, pra të parët profetit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sigurisht ja u ka kthy me përzemërsi dhe gjithmonë ata e kanë le të themi në dialogjet e haditheve që përshkruan e kanë domethënë e kanë pritur përzemërsisht dhe edhe janë habitur, por nga ana tjetër edhe janë domethënë janë sjellë në një farë mënyre sikur e prisnin që ai t'i vizitonte. Dhe ajo që duket në plan të parë është i vetmi profet që fillon praktikisht një transmetim thuhet që fillon dhe qan, është Musa alayhis salam, i cili është në qiellin e 6 për arsyeën se kur i jep selam Musës dhe kur shkëmbejnë domethënë dialogun fillestar, profeti sallallahu alaihi wasallam thotë që kjo më ndodhi në një lugim të madhe dhe mu dhurua mirazhi i një lugine të madhe që ishte plot me njerëz dhe kur mu tha që ky është umeti yt, në atë moment thot Musa alayhis salam filloi të qante sepse aty kishte marrë vesh për herë të parë, aty kuptoi për herë të parë, domethënë që umeti im do të ishte më i madh se umeti i tij dhe sepse mua aty mu premtua që pjesa pra që do të hyjnë në xhenet nga umeti im është më e madhe se sa xhenetlit që janë nga umeti i Musait, por këtë dietarët e kanë thënë është domethënë tautologji, nuk ka nevojë të thuhet me një fjalë që kjo është një zili në kuptimin e mirë të fjalës dhe jo se kishte zili domethënë në kuptimin e keq, sepse Musa alayhis salam thotë që si ka mundësi që një djalosh i vogël, pse djalosh, Musa alayhis salam ka transmetime dhe kështu besohet se nuk ka disa që kanë ndru jetë në moshën 120 vjeçare. Profeti në momentin që flasim është ose 50 vjeç, nëse ka ndodhur në vitin e 10 Israja, ose 45 nëse ka ndodhur në vitin e 5. Dhe i 120 me 45 ose 50 sigurisht që është gulam, se ky është termi i përdor. Dhe kurse kuptimi i dytë, gjëja e dytë që thuhet me fjalë është që unë thot kam vdekur ndërkohë që të gjithë beni Israilit mendonin dhe besonin për mua se isha më i madhi i të dërguarve që kisha qenë ai herë. Por thot tani kuptoj që ky është më i madh prej meje dhe pra është më i madh se sa unë dhe sikur ne të ishim në tokë thot dhe të ishim banor të umetit të tij, neve do t'i bindeshim atij dhe kjo nuk kishte dyshim. Dhe nga ky dialog, domethënë thon dietarët që nuk ka disa fe dhe nuk ka disa profet që kanë sjell disa fe, po janë të gjithë profetës së njëjtës fe dhe sikur gjithë profetët gjithë bashkë të ishin banor të këtij umeti, do të ishin njësoj si edhe të gjithë tjerët pasues të profetit, njësoj sikur janë njerëz të rëndom, jo në kuptimin fyz të fjalës me fjalë, astagfirullah, por në kuptimin le të themi ai është profet dhe të gjithë tjerët janë pasues. Dhe këtu përfundon domethënë ndodhitë e profetit sallallahu alaihi wasallam në qiellin e 6 të dynjas dhe në qiellin e 7 tregohen dy gjëra. Tregohet që qëndronte Ibrahimi alayhis salam, e pashta që ishte një njeri i gjatë, një njeri i fuqishëm, qëndronte në dyert e xhenetit dhe shpinën ja kishte kthyer asaj të ashtuquajturës Beitul Ma'mur, që Allahu e përshkruan në 2 apo 3 raste në Kur'an. Dy pojer. Tani Beitul Ma'mur ka hadithe që përshkruhet se është një strukturë që ndodhet në qiellin e 6 apo në qiellin e 7, ka transmetime, kur thuhet ka transmetime, ne nuk e dim se çysh është me fjalë, thjesht transmetimet janë sakta dhe diku ajo ekziston, që një transmetim ishte që në qoftë se do të binte në tokë, atëherë do të qëndronte, do të binte poshtë Qabes. Sepse është qabja e melajkeve, për arsyeën se hadithet e sakta tregojnë që në të falen, bëjnë tesbih, bëjnë dua, bëjnë tawaf, bëjnë ibadet për Allahun rreth 70.000 engjëj, të cilët pasi e përfundojnë këtë ibadet ditor, Zoti e di me fjalë çfarë do të thotë ditë atje, se neve kemi përfiturimin e ditës këtu me fjalë, ata zhduken, shkojnë tek ai dhe nuk kthehen më kurrë për ibadet. Por çdo ditë që ka kriju Allahu vijnë 70.000 engjëj dhe ky është hadith i saktë, domethënë, tek librat e hadithit, e adhurojnë Allahun në forma të ndryshme, pra me lajke, edhe gjë tjetër që e lexova, domethënë, ishte që
Dietarët kanë thënë që njeriu gjithsesi edhe këtu është më i privilegjuar, sepse ka mundësi ta vizitojë Qaben e Zotit në tokë më tepër se sa një herë, kurse të gjithë engjëjt që ka krijuar ai mund ta vizitojnë Qaben e Zotit në qiell vetëm një herë, për arsyeën se pasi adhurojnë një herë 70.000 prej tyre, ata nuk kthehen më aty, që do të thotë praktikisht numri me lajkeve është, domethënë, është i panumër, siç thot Allahu në Kur'an, dhe domethënë ushtritë e tij di vetëm ai, dhe askush tjetër, domethënë në kuptimin e krijimit. Dhe gjithë sa dihet për këtë Beitul Ma'mur është vetëm kjo, domethënë. Përshkruhet edhe e ashtu quajtura Sidratul Muntaha, tani Sidratul Muntaha në anglisht quhet the Lotus Tree. Ajo pema e lotusit, si me thanë, në shqip nuk ka një fjalë, ose ndoshta se di unë. Sidratul Muntaha ka transmetime që thuhet edhe është në qiellin e 6 ke Buhariu, pastaj është edhe në qiellin e 7. Nuk e mbaj mend se kush prej sahabëve thoshte që si po rranjët fillojnë, këtë thoshte, rranjët fillojnë në qiellin e 6 dhe degët e saj janë në qiellin e 7. Edhe këtu hadithet janë të shumta, aty përshkruhet që pranë saj janë 4 lumenj, që 2 janë të kësaj dynjaje dhe 2 janë të xhenetit. 2 të kësaj dynjaje përshkruhen që janë Nili dhe Eufrati, kurse 2 që janë prej xhenetit, njëri prej tyre është Selsebili dhe një tjetër nuk më kujtohet, edhe ai ka një emër të posaçëm, mbi kërkoj ndjes nuk më kujtohet, po janë 2 prej të xhenetit dhe 2 të kësaj dynjaje. Përshkruhet gjithashtu se pranë saj qëndron Keutheri, dhe këtu ka një komunikim midis profetit sallallahu alaihi wasallam dhe Xhibrilit alayhis salam, që thotë se kjo do të dhurohet ty kur domethënë në ditën e gjykimit të mblidhet gjithë ummeti yt, dhe ata që kanë pasu tek ty do të pinë tek haudi yt tek shumë radh. Dhe gjithashtu përshkruhen në hadithe të shumta engjëjt që i vinë për qark saj, dhe simetria e saj përshkruhet si e përsosur, ngjyrat dhe gjethet dhe rranjët dhe degët e saj janë të praruara me ar dhe me ngjyra të panumërta, dhe është pikërisht ky momenti kur Xhibrili krahas Sidratul Muntaha i shfaqet profetit sallallahu alaihi wasallam në formën e tij të plot për të dytën herë, dhe këtu është domethënë hadithi ke surja Najm me një fjalë që ai e patë për të dytën herë, dhe kur thuhet për të dytën herë gjithmonë është forma origjinare e Xhibrilit me 600 flatra, kështu e përshkruan hadithi. Ka tani menime, e kemi thënë kur filloi shpallja, që ose e ka pa 2 herë në fillimin e sirës mekase, një herë natën kur i ndodhi fillimi i shpalljes, dhe një herë kur thotë që mu zu fryma dhe e pa Xhibrilin në mes të tregut dhe në qytet, pra dëshiroja, thotë, është edhe madhështore dhe e frikshme, dëshiroja të shifja qiellin dhe nuk e shifja dot, sepse Xhibrili e kishte zënë të gjithë horizontin, të gjithë ufukun, domethënë, dhe në momentin kur nuk pash dot qiellin, u ktheva në shtëpi dhe renda në shtëpinë time, dhe ky është momenti kur Xhibrili shkon në shtëpi dhe i jep selamin Hatijes radhiyallahu anha, dhe pastaj domethënë ndodh fillimi i shpalljes së surës Muzammil. Dhe këto mund të jenë 2 raste. Pra njëri është i sigurt, po edhe kjo siç e kam thënë, edhe kjo historia e tregut tregohet. Nëse janë të dyja të vërteta, kjo është hera e tretë. Dhe prandaj thot Allahu ke sura Najm, ne atë natë treguam atij ajete nga ajetet tona të mëdha. Dhe ajetet të mëdha janë edhe Sidratul Muntaha, por edhe Xhibrili në 600 flatra. Dhe në momentin që flasim, domethënë në vëzhgimin që ai bëri kësaj peme, ky është momenti kur profeti sallallahu alaihi wasallam bëhet me dije se të gjithë krijesat, praktikisht jemi duke folur për 2 krijesat më të zgjedhura që Allahu ka krijuar ndonjëherë, të dërguarin e tij tek njerëzit, të dërguarin e tij po tek njerëzit, po si besnik i shpalljes, dhe këtu thon dietarët që më i miri prej tyre nuk është vetëm për llogari të faktit se i dërguari i Allahut ka pas vullnet të lirë dhe ka zgjedhur gjithmonë të mirën, dhe ai ka qenë melek. Por në këtë moment Xhibrili zbrapset dhe nuk hipën më lart se sa kjo, dhe këtu kemi hadithin që Sidratul Muntaha është tavani i krijimit të Allahut, dhe pas tij
është arshi dhe pas arshit sigurisht që është Allahu që ndodhet mbi arsh në mënyrën se si i takon madhështisë tij dhe ne nuk praktikisht jo nuk na lejohet, po është krejt e natyrshme të mos ta çojmë në vëmend ta përfitojmë se nuk ja dalim dot, për ta thënë në mënyrë më njerëzore. Një gjë që do thoja është për ta pajis këtë në një libër që përktheva para i viti, që ishte i Thomas Carlyle edhe flet për heronjt edhe heroiken në histori, një ese flet për fen edhe për paganizmin, bën një le të themi përshtjellim sociologjik edhe kulturologjik ai aty, flet për paganizmin dhe për mitologjinë norse apo nordike apo skandinave, që e kanë pas teutonët e vjetër edhe gjithë popujt skandinav. Dhe ai thotë që në themel të kësaj mitologjie dhe kësaj feje gjendet e ashtu quajtura pema e Idraxilit. Dhe pema e Idraxilit, edhe në internet kur pash një dokumentar në YouTube, por edhe se si e përshkruante një autor islandez i shekullit të 10 apo 11 me emrin Snorro, ishte domethënë poema e Edës, ajo Eda ishte emri siç kanë grekët, domthonë eposin e tyre homerik, këta kanë këtë poemën e Edës, dhe kjo pema e Idraxilit apo Yggdrasilit, nuk kujtohet tani, kërkoj ndjes, po ose g-ja para d-s ose e anasjellta, po të shohësh mënyrën se si përshkruhet aty me hadithet që kisha lexuar për Sidratul Muntaha, po thuaj se është e njëjta. Që do të thotë në të gjitha qytetërimet dhe në të gjitha kulturat, në fakt edhe në këtë fe, ajo s'është fe praktikisht, ajo është një vepër letrare bazuke i lloj e shkuara i dhujtare e popujve teuton, nordik dhe skandinav, por të gjitha kulturat dhe qytetërimet bashkohen në një pikë, që pema është tek gjithë njerëzit, me një fjalë, është simbol i jetës dhe simbol i asaj që është rinore edhe le të themi dhuratë hyjnores për gjithë njerëzit. Dhe përshkrimi në këtë poemën, unë lexova në anglisht, po është kuptohet në gjuhën a islandeze, a daneze, domethënë, në danishten e vjetër, ka një përshkrim që pema e Yggdrasilit është në qendër të krijimit dhe rreth saj ekzistojnë 7 apo 8 apo 9 botë të ndryshme dhe qiej të ndryshëm, të cilat e marrin jetën edhe domethënë atë furnizimin apo energjinë apo riskun apo begatin nga kjo, domethënë, dhe të gjithë popujt dhe të gjithë njerëzit që e besojnë domethënë këtë lloj paganizmi, kuptohet, është tepër ta them me një fjalë se çfarë budalluku është, por e kanë të qartë edhe të gjallë në zemrën e tyre që nga kjo pemë vijnë të gjitha. Por ishte e çuditshme, për ne e përmenda që përshkrimet fizike se si përshkruhet kjo pemë dhe përfytyrimet që pastaj janë hedhur në piktura dhe në gravura nga autorë të ndryshëm të rreth kësaj peme janë pothuajse njësoj me përshkrimet e haditheve për pemën e Sidratul Muntaha, që është një gjë me rrënjë të gjata, me trung të fortë, me degë të praruara, me gjethe të bukura e kështu me radhë. Tani këtu, siç thash, këtë për kulturë përgjithshme e thash me një fjalë. Këtu kemi një tërheqje të Xhibrilit, sepse profeti sallallahu alaihi wasallam thërritet drejt për drejti nga Allahu pra atje ku ndodhet ai, sepse fjalët janë të tepërta këtu përshkruese se s'kemi çfarë përshkruajmë. Historia që tregohet është historia e 5 namazeve dhe praktikisht ky është kulminacioni i vlerës dhe kuptimit të këtij udhtimi, sepse edhe Taberiu pa edhe autor të tjerë thonë që namazi ndër të tjera nuk është për llogari më i rëndësishmi, pra nuk është ibadeti më i rëndësishëm vetëm për llogari të hadithit që është gjëja e parë për cilën do të pyetet njeriu në ditën e gjykimit, nuk është vetëm për llogari të faktit që Allahu e përmend në një numër shumë të madh ajetesh të parin përpara zakatit në Kur'an, por mbi të gjitha është i vetmi
ibadet dhe i vetmi adhurim dhe e vetmja detyrë dhe i vetmi obligim që Allahu e ka bërë drejt për drejti pa të dërguarin e tij. Që do të thotë në surën nësa kujtoj Fusilet, Allahu thotë që dhe nuk i vjen shpallja askujt përveç 3 njerëzve, pra 3 formave, ose atë që inspiron Allahu, ose atë që Allahu i dërgon një të dërguar, ose kur Allahu i flet drejt për drejti vetë robit tij. Por në qoftë se Musa a.s. i foli drejt për drejti në këtë dynja, në këtë moment kjo që i ndodh profetit sallallahu alaihi wasallam në bisedën që bën rreth namazit është një gjë që nuk i ka ndodhur asnjë profeti përpara tij dhe kjo sigurisht është një gjë që profeti sallallahu alaihi wasallam e ka shtesë në nderimin që Zoti i tij ka bërë krahasuar me të dërguarit e tjerë. Dhe ju e dini, historia është e famshme, hadithi është domethënë i qartë edhe i saktë, gjithmonë fillohet me 50 namaze. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam kur Zoti i lartësuar i botëve ia transmeton këtë këtë numër, ai zbret poshtë. Kemi një dialog midis Ibrahimit midis Ibrahimit dhe profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe Ibrahimi nuk guxon që t'i thot diçka. Dietarët këtu kanë dhënë një shpjegim që Ibrahimi, duke qenë se ka qenë profet lëvizës, në përvojën e tij nuk ka pas le të themi përvojën që Musa alayhis salam kishte me të dërguarit, me pasuesit të cilët shpesh herë nuk ju binden, sepse Musa alayhis salam ata i thanë shko ti dhe Zoti yt lufto. Domthon ti thuhet kjo një profeti është vërtet e rëndë, sepse jo vetëm ti, por shko ti dhe Zoti yt lufto dhe pastaj nëse e çlironi qytetin me fjalë do vim ne. Dhe Musa alayhis salam i thot, unë e di o Muhammed se çfarë do të thot 50 namaze dhe unë po të kërkoj që unë të këshilloj që të shkosh dhe të ndërmjetësosh tek Zoti yt që ky numër të ulet, dhe ne e dim historinë, në fillim bëhen 40, pastaj bëhen 30, pastaj bëhen 20, pastaj bëhen 10, pastaj bëhen 5, dhe edhe pas 5 namazeve Musa alayhis salam i thot përsëri janë shumë, kërko. Por në këtë moment profeti sallallahu alaihi wasallam i thot që më vjen rënd nga Zoti im pas gjithë këtyre uljeve, dhe nuk kërkoj më, por Allahu i sankcionon që, dhe kjo është vetëm për namazin kështu në mënyrë me argumente drejt për drejt, që vërtet do të jenë 5 namaze, por tek unë dhe tek shpërblimi im ata do të jenë 50, njësoj siç përcaktova në fillim. Dhe këto 50 namaze që në kuptimin që flas tani në këtë shpjegim që do të bëj, po e them që janë 50 rekate, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam zakonisht është përpjek që t'i falte gjithmonë. Dhe kjo është, domethënë, është çarmatosëse, në kuptimin që 17 rekate janë rekatet e namazeve të detyrueshme. Sunetet ratiba apo të fortat si quhen janë 12. Edhe i bi 29. Pra 2 para sabaut, 4 2 yleja, 2 akshami, 2 yatsia. 29. 8 namazet i duhas i bie 37. Dhe Aisha radiallahu anha thoshte që kur nuk kam parë 2 rekate më të shpejta të dërguarit të Allahut se sa ato që falte para se me fillu namazin e natës. Që do të falte 2 rekate të shpejta në fillim dhe pastaj namazi i natës dihet që ka qenë 11. Tani ka transmetime, edhe Abdullah ibn Abbas i thotë që edhe të tjerë që ka falë edhe më pak edhe më shumë nuk i hym kësaj. Por si rregull falte 11 rekate dhe të gjitha këto bëjnë 50 rekate dhe dietarët kanë thënë edhe pse transmetim të drejt për drejt nga vetë profeti që unë veproj kështu sepse ishin 50 namaze kështu, unë nuk di të ketë, por dietarët kanë thënë që kështu është ndoshta edhe për llogarit kësaj, pra që të jem i saktë dhe i drejtë me fjalë për këtë, nuk është se ka ndonjë transmetim apo nuk është se di unë, por nuk ka transmetim sepse do të thuaj për namazin me fjalë. Dhe pasi ndodh kjo, ajo që domethënë pasi sankcionohen të 50 të 5 namazet, nuk tregohet, nuk ka të dhëna që Allahu ja mëson drejt për drejti rekatet dhe kohën e tyre, por i tregon 5 namazet dhe profeti sallallahu alaihi wasallam zbret poshtë.
në zbritjen e të dërguarit Allahut deri poshtë, ka transmetime që përshkruhen përsëri vuajtje të njerëzve të ndryshëm të xhehenemit, apo domethënë lugina me misk, edhe shpërblime, edhe zabele, edhe bukuri të ndryshme të popujve përpara, apo të vajzës të shërbëtorës së Firaunit, siç e përmenda, apo përmendet historia e Bilalit që ai e sheh në xhenet, dhe pastaj thot se çfarë të ndodhi o Bilal që je në xhenet, dhe Bilali thot që gjithmonë bëj këtë gjë, te tregon domethënë pasi zbret me një fjalë, çdo herë që prish abdesin, marr përsëri abdes dhe dua të jem vazhdimisht në abdes, me një fjalë. Ka dhe histori të tjera rreth të përgëzuarve me xhenet, transmetime në të cilat mbështetin dietarët kur thonë që, siç e kam thënë, të përgëzuarit me xhenet nuk janë 10, të përgëzuarit me xhenet janë 10, sepse përmenden në një hadith të përcaktuar dhe prandaj kanë ngelur si ashara mubashara, por të përgëzuarit me xhenet janë 28, 29, 30, 31 plus minus, që do të thotë janë tre fishje atyre që ne dimë si 10 të përgëzuarit në xhenet. Dhe pasi përfundon, këtu tani fillojmë përsëri retrospektivën tonë me fjalë, profeti thot, dhe kur u riktheva, pra edhe që ta mbyll, ka domethënë dietarë që thonë transmetimet të xhehenemit dhe xhenetit dhe vëzhgimit të personave dhe grupeve, kur them grupeve, jo grup shoqëror apo në një kohë, por grupe të cilat i bashkonte për shembull kishte njerëz me thonjë prej bakri që çirrnin fytyrat e tyre dhe tregohet ishin ata që merrnin edhe që bënin nemime, domethënë merrnin fjalë këtu, i çojnë atje dhe hanin, domethënë njëshin e njerëzve në kuptimin e ajetit kuranor, me një fjalë që bën përgojim, bën shpifje dhe i bën dam njerëzve. Pastaj pashta dy tryeza, pashta në një hadith tjetër dy tryeza, njëri ishte me mish të freskët dhe të sapo gatuar, kurse një tjetër ishte me mish të kalbur, dhe kur pyeta për këtë, më tha që këta ishin ata të cilët nuk hanin halalin, po hanin haramin. Edhe këtu kuptimet janë, ose hanin kafshët e ndaluara nga Zoti, ose hanin duke ju bërë dam njerëzve, se halali me harami i ka të dyja gjithmonë këto dimensione, nuk është vetëm derri haram, është edhe delja e vjedhme, po haram me fjalë. Kjo, po, edhe ajo është që la gruan besimtare në shtëpi, por ka është edhe një transmetim që është edhe kjo, domethënë që linin halalin, linin haramin. Është një tjetër që fut vazhdimisht zjarr në bark, dhe kur u pyeta Xhibrilin, më tha që është ai që ha pasurinë e jetimëve. Domethënë edhe fuste praktikisht zjarr. Tani të gjitha këto apo përshkrime të bukurive të xhenetit, ose janë parë nga profeti, pra gjatë asaj nate, para se me taku Allahun, ose janë parë pas. Dietarët ka ca që thonë fillim, ka ca që thonë fund, edhe unë po i them për korrektësi me një fjalë, por që nuk është se dihet, sepse nuk e përshkruan të gjithë këtë natë profeti sallallahu alaihi wasallam, duke na treguar që në fillim ndodhi kjo, në fillim ndodhi kjo, pastaj ndodhi kjo kështu me radhë. Dhe përfundimi i historisë është që thot u zgjova, dhe ky është problemi, është një ndër ato probleme që do ta sqaroj tani, domethënë, kur thuhet u zgjova, domethënë, këtu autor të ndryshëm, siç e tham javës që shkoi, me karakter modernist edhe për llogari të epokës në cilën shkruajtën me një fjalë, thonë që nuk mundemi dot ne të konkurrojmë të vërtetat alternative të shoqërisë duke u tregu fen si një mundësi për të praktikisht ndërtu jetën individuale dhe shoqërore tek një profeci e cila brenda ka këtë ngjarje. Dhe ndërtohen këtë narrativ, le të themi, materialiste, në kuptimin marksist fjalës, apo eksperimentale apo eksperimentuese, pikërisht në këtë frazë, ndër të tjera pikërisht në këtë frazë që thuhet u zgjova, që do të thotë mund të ketë qenë një vegim, mund të ketë qenë një gjumë dhe nuk ka shkuar atje, prandaj dhe është mirë që ta heqin fare këtë si histori, të mos ja u themi njerëzve, ose është treguar në këtë mënyrë për epoka kur metafizika apo kur alkimia apo kur magjia apo kur le të themi liturgjia apo tekstet fetare ngjisnin dhe shkonin bashkë në sinkron me njëra tjetrën tek masat edhe tek jetët e popujve, por në një epokë si kjo e jona, në fund të shekullit 19 dhe fillim të shekullit 20, ngjarje të tilla nuk shkojnë dot më, sepse të thuash që këto të gjitha që sapo tham, javës që shkoi dhe sot janë të vërteta, atëherë i bi që
i njëjti profet ka bërë edhe luftë, ka ndërtuar edhe shtet, dhe është marrë edhe me këto punë, atëherë kjo, domthonë, ose duhet marrë njëra ose duhet marrë tjetra, e thash që edhe e demontova këtë si mit edhe si frustrim, dhe këto janë autor arab flas. Kjo është më e bukur, kryesisht egjiptian. Është një Hajkel që ka një biografi të tillë dhe ai ka këtë qëndrimi, fjalë që s'ka mundësi fare që të qenë vërtet Isra dhe Miraxhi dhe ndër të tjera nga pikpamja e një teknikaliteti të, le të themi, shikimit historisë, ai merret para zgjidhash pikërisht me këtë term që profeti thot sallallahu alaihi wasallam, unë u zgjova kur isha në Qabe. Dhe e vërteta, hapire kush është? Dhe e vërteta mund të jetë Keli. E vërteta është që kur profeti sallallahu alaihi wasallam zgjohet, ajo që ndodh është kjo, që të parin që shef, edhe ngjarja vazhdon me vërtetësi edhe tek Ibn Hishami edhe tek Taberiu, të parin që shef është Ebu Xehli, dhe Ebu Xehli e shef që ishte disi i mërzitur dhe i ngrysur, dhe kjo është në momentin kur kishte filluar dita të zbardhte mirë dhe dielli, kështu përshkruhet, dielli po shndriste fort, domethënë po niste të ngrohej, dhe i thot përse je me këtë fytyrë, dhe i thot mbrëm isha në Kuds, isha në Jeruzalem dhe kam frikë se populli im nuk do të më besojë. Dhe ky është ndër rastet kur Ebu Xehli nuk tallet, nuk mallkon, por as nuk qesh, që do të thotë ishte dhelpër dhe shef mundësinë për ta shfrytzuar këtë moment dhe thotë nëse unë i ftoj të gjithë, a do thoje të njëjtën gjë siç ma them mu? Dhe profeti e thotë po. Dhe sallallahu alaihi wasallam, dhe transmetohet që mblidhet një grumbull i madh dhe në mënyrë tallse, me do e mos tallse duhet këtë qenë, i thotë që mund ta përsërisësh të njëjtën gjë dhe profeti, dhe këtu është ajo, ky është argumenti që thash, i tregon vetëm për Isran, që mbrëm u mora, nuk tregon si e qyshe tek, u dërgova në Jeruzalem, në Beitul Maqdis, qëndrova atje dhe ti je sot në mëngjes, ja preu fjalën e Ebu Xehli këtu mes nesh, i thot po, dhe kjo ka ndodhur mbrëm. Dhe ishte aty dikush i cili kishte qenë në Jeruzalem dhe fillon ta pyesi për disa gjëra, ndërto përmendin që e ka pyet për tregun. Dhe pastaj fillon të tjerët për ta pyet për varrezat. Dhe pastaj fillon të tjerë për ta pyet për rrugët, dhe pastaj fillon të tjerë për ta pyet për gurët e kaldrëmit dhe të rrugës, dhe thot, fillova në një moment dhe mu përshtjelluan të gjitha dhe mu lidh gjua. Dhe ata pyetjet që vazhdonin që të bënin ishin, domethënë, konfuzuese dhe nuk po dije se si të jepja përgjigje. Derisa në një moment thot, pas shpinave tyre dhe përballë vetes, në çatinë e shtëpisë së Akil ibn Abi Talib, domethënë të djalit të Xhaxhait, vllait të Aliut dhe Xhaferit dhe Talibit, ku ai ishte lind, ku ishte rrit, domethënë me Ebu Talibin para se me u transferu tek shtëpia e Hatidit radhiyallahu anha, në çatinë e saj thot mu shfaq i gjithë Jeruzalemi, Beitul Maqdis, dhe fillova ta përshkruaj me një qartësi siç ata e kërkonin. Dhe ai person i cili kishte qenë në Jeruzalem tha atëherë këtu ka të drejtë për arsyen se ajo çfarë po thot është e vërtetë. Ebu Xehli këtu dhe Ebu Xehli vazhdimisht Ebu Xehli nga të gjithë kureshët e Mekës me emër përmenden vetëm këtu, nuk përjashtohet kanë qenë dhe të tjerë të pranishëm si ata që i kemi përmend vazhdimisht me një fjalë, por në këtë rast përmendet Ebu Xehli dhe duhet jemi të saktë dhe korrekt. E thot po tjetër çfarë pe rrugës dhe i dërguar Allahut i përmend 3 karvane. I thot karvani i parë pas 3 karvane thot. Karvani i parë ishte larg dhe ata duhet vinë më vonë thot. Karvani i dytë kishte një karakteristikë që kishin një kusi të madhe me ujë dhe unë isha aq i etur sa ndalova dhe piva te këta dhe ata nuk ishin aty sepse do t'ju kërkoja leje që të pija në ujin e tyre për arsyen se pash që kishin humbur një deve dhe po e kërkonin. Kurse karvani i tretë ishte disi më afër dhe duhet të vijë në këtë moment duhet të hyjë në këtë moment në qytet. Dhe në momentin që flasin vjen tellalli, e kam thënë këtë që kur vinin karvanët në qytet nuk vinin për i herë, vinte dikush shkëputej nga karvani, jepte lajmërim përpara, ka pasur urtësi, e kam thënë nuk po duhet zgjaten tani sepse duhet vinte njëri të lajmëronte paraprakisht dhe pastaj vinte të tjerët. Por edhe këtu pasi kjo ndodh, Ebu Xehli
nuk bindet, dhe thotë unë do të pres detajin e ujit, që kam pas kusi të madhe ujë ato, dhe do të pres detajin që këtij karvani i ka humbur një deve. Dhe transmetimi është ky që atë ditë profeti sallallahu alaihi wasallam tha që ata do të vinë pak përpara perëndimit të diellit, dhe sahabët thonë që atë ditë ne e kujtojmë, dhe transmetimet ishin sakta, e kujtojmë që Allahu nuk po e sillte perëndimin e diellit dhe u bë një periudhë relativisht e gjatë kohe që nuk po perëndonte dielli, por u bë i kuqërremt, dhe i dërguari i Allahut ishte i dëshpëruar sepse kishte frikë nëse binte nata dhe ata nuk hynin në qytet, ata do të fushonin diku jashtë qytetit dhe ai do të ishte gënjeshtar në sytë e Mekasve. Por pak para se të përfundonte dielli dhe kur po mbaronte dita, i gjithë ky karvan hyn brenda dhe Abu Xehli shkon i pari dhe e pyet. Domethënë që a keni pasur ju një kusi ujë, dhe kur pan kusinë e ujit, ata thanë, ne e mbushëm këtë, dhe thanë, nga e dini ju që ne kishim një kusi ujë dhe nga e dini ju që na humbi një deve, për arsyeën se sapo e kishim humbur deven, sapo e kishim mbushur kusinë e ujit, na humbi deveja sepse u morë me ujin diku në një oazë, dhe në momentin kur mbushëm ujin, pasi na humbi deveja, nisëm që të kërkonim atë, dhe duke kërkuar atë në përshkretir, kur pam që një sasi e konsiderueshme ujë mungonte sepse dikush e kishte pirë, ndërkohë që askush prej nesh nuk ishte aty. Dhe në momentin që përshkruhet kjo dhe ata pyesin, mos erdhi dikush tjetër përpara nesh që t'ja u ketë thënë këtë, sepse që na humbi një deve të cilën nuk e gjetëm, e dim vetëm ne dhe askush tjetër. Dhe në këtë moment me fjalë është ajo që Abu Xehli thotë që kjo betohet, edhe thotë ky është sihr, thotë na e hodhi përsëri, thotë, dhe na bëri magji të gjithëve. Dhe historia tek kronikanët këtu përfundon me një fjalë, dhe këtu përfundon domethënë e gjithë ajo ditë. Ajo që transmetohet gjithashtu, dhe duhet edhe me këtë do ta mbyllim, dhe që duhet këtë ndodh fiks në të njëjtën ditë, transmetohet në hadithe që namazi i yles, domethënë i dhuhrit, namazi i drekës, ka qenë namazi i parë që muslimanët e kanë falë 4 rekat, dhe namazin e yles, namazin e ikindis, namazin e akshamit, namazin e yatsis dhe namazin e sabahut. Pastaj me rekatet për katër, siç i dim dhe ne, domethënë, i ka falur Xhibrili alayhis salam i pari, profeti ka pasuar atë dhe pastaj sahabët kanë pasuar atë dhe i kanë falë jo vetëm ditën e parë, por edhe ditën e dytë, sepse ditën e parë është falur yleja dhe ikindia dhe akshami dhe yatsia në kohën e tyre sapo kanë hyrë, kurse në ditën e dytë edhe yleja, edhe ikindia, edhe yatsia, edhe sabahu janë falur në një kohë më të dytë, dhe kjo është historia ku dietarët bazohen në një fjalë që me përjashtim të akshamit, që ka vetëm një kohë që është më e mirë të falet me një herë sapo hyn koha me fjalë, yleja ka 2 kohë ku mund ta falësh në secilin prej tyre, bides ka hadithe ku profeti sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar për ditë dhe javë të tëra kur moti ishte shumë i nxehtë, atëherë kur freskoi pak që afrohej koha e ikindis, atëherë e falnin në lend për arsyeën se ishte vap, me fjalë ajo periudha kur dielli është në zenit. Edhe ikindia ka 2 kohë, në fillim kur hyn dhe pastaj pak më pas, edhe yatsia sigurisht gjithashtu, edhe sabahu, që është ose kur hyn koha, ose kur, dhe këtu bazohen hanefit që e falin 25 apo 30 minuta para lindjes diellit. Për shembull, po ta falësh në Turqi sabahun, nëse do lexosh 3-4, nëse imami lexon 3-4 faqe Kur'an, kur del për 10 minuta zbar dielli. Domethënë është me vërtet në fund kohës. Po kjo është historia ku mëdhëbet ndahen se kur duhet me fal namazin, që ka secila 2 kohë me përjashtim të akshamit. Dhe kjo është ngjarja, domethënë, që muslimanët në këtë moment fillojnë dhe falin 5 namaze rregullisht, edhe me këtë përfundojmë. Siç e thash, nuk ka të dhëna që Kureshët fillojnë të shfaqin apo të vazhdojnë të shfaqin armiqësi lidhur me këtë ngjarje, për arsyeën se të dhënat dhe evidencat që profeti sallallahu alaihi wasallam ju dha, sidomos veçanërisht lidhur me karvanët, nga perspektiva e tyre, do të thonë është me vërtet e frikshme me fjalë. Javës tjetër inshallah vazhdojmë me tema radhës, besoj do të jetë përpjekja e tij për të gjetur qytet se ku do të shkonte për të shpërngul, për arsyeën se, siç do themi,
në hollësi të më passhme, me fjalë kur të vi java tjetër, inshallah, me mbrojtjen e Mutim ibn Adi, jo se nuk ishte i sigurt, por nuk ishte rehat dhe nuk ishte i qetë. Dhe kjo është e rëndësishme, sepse të të mbroj xhaxhai jot është një gjë, dhe të të mbroj gjithsesi një huj është një gjë tjetër, dhe ky tani hym në momentin e funit të sirrës Mekase, do të flasim për dy beslidhjet e Akabes dhe pastaj ndodh Hijreti. Allah shpërbleft.